A ka një lutje specifike e cila rekomandohet të përdoret gjatë këtyre netëve, qoftë në iftar, qoftë në sifër? Për ata që agjërojnë. Gjatë këtyre netëve, lutjet e sifyrit janë përveç kërkimi i faljes. Në sifër, kjo është më e mira, që ne t'i kërkujmë falje Zotit Xheleshanu u Xhelaluhu, se kështu na porosit në Kur'anin e Madhnushëm. Lutjen e iftarit ma vetë se e dini, o Zot në ty besoj, me begatit tua bëj iftar. Ndërsa lutja që proferohet gjatë tyre 10 netëve të fundit të bëhet, është lutja që është në ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma innaka afuwun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna, që në gjuhën shqipe dën të thot, o Zot ti je falës e dën faljen, falë mua. O Zot ti je falës, je bujar e dën faljen, falë mua. Kjo është lutja më e mirë, dhe që kjo emri afu është emër që ti eliminon gjitha mëkatet që ti i ke pas. Sepse ka mundësi që Zoti Xheleshanu Xhelaluhu më t'i falë, por më t'i përmend. Dhe vetëm përmendja është një marrje e përgjegjësisë, është një tur para krijuesit. Po nëse Allahu Xheleshanu Xhelaluhu të kaplon me këtë emër mëshira e tij, me emrin el Afu, ai t'i eliminon krejt. Dhe çka thot kur do dalësh para madhërisë së tij, thot robi im, unë gjatë gjithë jetës tënde kam qenë i kënaqur me ty. Realisht ti ke pas mëkate, po për hatër të këtyre 10 netëve të fundit që ka zbrit Kurani, manueli, kushtetuta e njerëzimit, për hatër të lutjeve tua që i ke drejtu Zotit Xheleshanu, për hatër të asaj cilësi që Allahu e ka emëruar veten el Afu, mëkat falsi, Allahu Xheleshanu Xhelaluhu pra ti eliminon këto mëkatet e njeriut. El Afu, apo mund ta themi edhe shqip dhe pranohet njëjtë? Po, mund ta themi edhe shqip. Pranohet njëjtë. Lutjet mund t'i themi edhe shqip. Ajo çfarë është, ne namazin e bëjmë në originalitet, në leximin e Kuranit në gjuhën arabe, ashtu edhe çysh ka zbrit, ndërsa për lutjet që ne ja drejtojmë Zotit Xheleshanu, sepse edhe nuk mund t'i përzgjedhim fjalë, jo krejt e dinë gjuhën arabe, ato t'i drejtojmë në gjuhën shqipe. O Zot, ti je falës, e dën faljen, falu mua, apo nëse e bën në shëms, ti je falës e do faljen, na fal ne. Ndërkohë në sifër? Në sifër është kërkim falja, me thonë astaghfirullah, o Zot, falu mua, sepse Zoti Xheleshanu Xhelaluhu, kur e përmend kohën e sifyrit, ka thonë edhe ata të cilët në mëngjes herët kërkojnë falje të Zoti. Po sido që tjetë Zoti në sifër zbret me mëshirën e vetë në qiellin e dynjas. Dhe është afër besimtarëve. Dhe krahas kësaj lutje të kërkim faljes, ne mund t'i drejtojmë dhe orientojmë lutje tjera te i madhi Zot Xheleshanu Xhelaluhu. Por e rëndësishme është që ne këto 10 netët e fundit t'i kalojmë në adhurim në lutjet e Zotit Xheleshanu. E lutja është edhe lutja më e mirë e Kuranit që Zoti na ka mësuar që ne ta bëjmë edhe në namaz, përderisa është me të dalëm prej namazi, thot po e potencoj në gjuhën shqipe, o Zot na jep të mirat në këtë jetë dhe paralel me të mirat e kësaj jete, na jep na dhurat të mirat në botën tjetër në ahiret. Sa mirë na mëson Zoti Xheleshanu Xhelaluhu me ju drejtu atij me lutjet më të mira. O Zot na jep mirat në këtë jetë. Mirat në këtë jetë është shëndeti. E mira në këtë jetë është qetësia familjare, lumturia, pasuria. Dhe kur po i potencoj këto, po i përmendi këto, kërkoj Zotit Xheleshanu Xhelaluhu, sa ai ka ball më të dhuru, ka ball më të dhon. Mos u ngushto, nuk je duke kërkuar nga hoxha, as nga kryeministri, po je duke kërkuar nga krijuesi, i cili depot e tij janë të mbushura për plot. Dhe është një rregull që njeriu sado që të jetë i pasur, nëse është milioner, një euro me dhon paksohet pasuria e tij. Ndërsa Zoti fuqiplot, depot e tij janë të mbushura për plot, edhe pse ju jep robëve të vet sa ata kërkojnë, sa ata dëshirojnë, Allahut fuqiplot nuk i paksohet mirësia edhe rahmeti mëshira e tij. Kjo është pjesa e parë e lutjes. Ndërsa pjesa e dytë thot besimtari kur del prej namazit, Zot falë mua. Mirë, po Allahu Xheleshanu na ka mësuar që të mos jemi egoist. Mos mendojmë vetëm për veten tonë.
po Zot fali dy prindë mi, babën edhe nanën. Ata të cilët me shumë mund, në kanë linë, në kanë rritë, në kanë eduku, në kanë silë deri këtu ku jemi, andaj mos i la anash ata. Po lutë Zotin Xheleshanuhu Xhelexhelaluhu që ti falë. Zot falë mu, fali prindë mi, babën edhe nanën time, po analët këto, lutja ju. Allah e qenë edhe ma largë lutën. Walil mu'minin e jo me e kumul hisab. Dhe fali gjithë besimtarët ditën kur bëhet llogaria përfundimtare. Ne e dim se ditën kur bëhet llogaria përfundimtare, ne atë ditë jemi shumë të varfër para madhërisë së Zotit Xheleshanuhu Xhelexhelaluhu. Sepse Zoti na ka dhënë shëndetin, na ka dhënë pasurinë, na ka dhënë mendjen, na ka dalluar për gjitha krijesat e tjera. Mirë po ne krahas veprave që ne i bëjmë, ato janë të varfëra, janë të pakta, edhe pse janë të pakta, ndështë janë edhe të mangta. Wallahu seriul hisab është një ajet në Kur'an, Allahu i merr i bën llogari robit sa që le msheli syt. Do të thonë këtë këto agjerimin që ne e bëjmë me vitet e tëra, namazin që e bëjmë në 10 e fundit, zekatin, sadakën, lëmoshën që ne e japim në këtë muaj të bekuar të Ramazanit për të arritur shpërblimet të Allahu Xheleshanuhu Xhelexhelaluhu. Gjitha ato rekate, gjitha ato janë shumë shpejt në llogari. Sa hape mbyll syt. Mirë po, inshallah, lusim Zotin Xheleshanuhu dhe shpresojmë që ai të na llogaritë dhe të na kaplon mëshira e tij, se pa na kapluar mëshira e Zotit, nuk kemi xhenet, nuk kemi shpëtim. Kështu e ka thënë edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Para mendo tash kush ka qenë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam krahasim me ne, përveç se ka qenë pejgamber që njeriu nuk mund me arrit atë shkallë në asnjë formë, ai ka qenë edhe një njeri i mirë para se t'i vinte shpallja, që njerëzit e kanë njohur besnik, e kanë njohur të sinqert, i kanë thënë emanetet tek ai, i kanë ndërzuar kështu me radhë, por megjithatë ka thonë nuk e fitojmë xhenetin pa na kapluar mëshira e Zotit. Andaj na lutim Zotin që në pjesën e parë të Ramazanit Zoti na ketë mëshiru, jetojmë besim me shpresë që në fund pjesën e fundit të na fal.